Panairi ndërkombëtar i Tiranës i organizuar nga Click Expo Group është kthyer këtë vit në një platformë të rëndësishme për investimet strategjike dhe bashkëpunimet e reja ndërkombëtare, nga arkitektura moderne dhe teknologjia bashkëkohore deri te industria e lehtë në ditën e tretë të punimeve. Panairi tërhoqi një numër të madh sipërmarrjesh të huaja dhe vendase me synimin për të zgjeruar praninë e tyre në tregun shqiptar. Ky panair është një mënyrë e mirë komunikimi me qytetarët, jo vetëm me grupet e interesuara, por edhe me ata që duan të shohin se cili do jetë landscape i ri urban i qytetit Tiranës. Dhe është një komunikim i mirë me ato njerëz të cilët kanë interes në arkitekturën kontemporane që të vendosen në Tiranë. Ne jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e këtij zhvillimi të Tiranës, sidomos me Alanas Tower që vendoset në zonën e bulevardit të ri. Dhe jemi shumë të kënaqur që ky bashkëpunim me Herzogën dhe Meron ka sjellë një vepër të tillë arkitektonike në qytet. Në këtë edicion, kompanitë e huaja shfaqën interes të veçantë për investime në infrastrukturë, energji dhe zhvillim urban, ndërsa sipërmarrësit shqiptar prezantuan projekte të reja me vizion avangard dhe inovativ. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar u shprehen optimist për zgjerimin e bashkëpunimit me bizneset shqiptare. Këtë vit kemi 17 kompani nga Malezi, nga sektor të ndryshëm si industria ushqimore, turizmi dhe prodhimi. Të gjithë janë shumë të kënaqur dhe të hapur për bashkëpunim me tregun shqiptar. Kemi marrëdhënie të mira me bizneset shqiptare dhe jemi këtu për t'i afruar edhe më shumë dy tregjet tona. Panairi zgjat 4 ditë dhe presim më shumë kompani shqiptare të na vizitojnë. Bostock është një kompani me bazë në Londër që punon në sektor si mbrojtja, detaria, arsimi dhe siguria kibernetike. Jemi këtu për të ndërtuar partneritete me biznese shqiptare, sepse Tirana është një qytet me ambicie dhe me shumë talent. Panairi Click është një mundësi fantastike për të takuar drejt për drejt me njerëz. Mund të komunikosh online, por asgjë nuk zëvendëson kontaktin fizik. Ne operojmë në fushën e elektronikës dhe matjeve teknike. Kjo është hera e parë që marrim pjesë në Panairin e Tiranës për të prezantuar zgjidhjet tona për elektrifikimin hekurudhor. Kemi shumë eksperiencë në këtë fushë dhe punojmë me kompani partnere në të gjithë Europën. Kjo është një mundësi unike për të prezantuar në një treg të ri me potencial të madh si Shqipëria. Ky është një moment i mirë. Ky është një moment i mirë për të investuar në Shqipëri. Sole Energy Solution është këtu për të eksploruar tregjet e reja. Këtu shohim potencial. Pjesëmarrje të gjerë shënoi edhe dhoma e tregtisë italo-shqiptare. Kjo është hera e parë që marrim pjesë në Panairin e Tiranës dhe kemi krijuar shumë kontakte të rëndësishme. Kemi tashmë një agjenci në Tiranë që ofron mbështetje tregtare dhe shërbime për klientët tanë. Po investojmë shumë në rajonin e Ballkanit dhe në Shqipëri, Kosovë dhe Maltëzi, sepse shohim potencial të madh në fushën e ndërtimit civil dhe industrial. I gjithë ky interes është më se i mikpritur nga institucionet shqiptare. Në një panel të dedikuar u diskutua për zhvillimin e projekteve në teknologji dhe rritjen e investimeve të huaja. Ata e shikojnë pra vizionin që ne kemi dhe kishim që në fillim, tani po reflektoj tek vizioni që kanë ata. Pra është tamam ajo që ne donim të bënim, pra të bëjmë bashkë, të ata të flasim në njëri tjetrin, që kanë filluar duke folur, kanë filluar të bëjnë projekte përbashkëta, ne po i përfshim në shumë projekte tjera apo kompani që vinë dhe kanë interes qoftë tek korporata e investimeve që mund të ketë. Panairi ndërkombëtar i Clickut 2025 po dëshmon edhe një herë rolin e tij si një qendër e rëndësishme e nxitjes së investimeve dhe partneriteteve ndërkombëtare, duke reflektuar zhvillimin dinamik ekonomik që po përjeton Shqipëria.